Edhe pse këngët e tija janë shumë të pëlqyeshme, kohë më parë u akuzua për vjedhje. E tash, kush e ka fajin, ai apo producenti i cila i ka realizuar këngët e tij, ne nuk e dim. Më së miri e kuptojmë bashkë në një intervistë përgatitur për prive nga reperi 2 ton. Ndër të tjera do të kuptojmë edhe më shumë rreth jetës së tij private dhe çfarë projekte të reja do të na sjellë ai javët në vazhdim. I ndjekim bashkë materialin nga Artan Telaku. Këngët e tij kanë miliona klikime, por që sot ato edhe mund të blihen e nuk mund të jenë matës për suksesin e një këngëtare. Por ajo që nuk mund të mohohet janë koncerte të mbushura me njerëz. Pavarësisht që ka përfunduar sezoni i nxehtë, Artan Avdyli nuk është duke pushuar. Madje gjatë kësaj jave ka mbajtur disa koncerte. Verës u konë çdo ditë koncerta. Ka ndodhur 2 koncerta në ditë, tash i kem pak më rrollë, me thonë, tash shkoki festës. Ndodhën është që janë edhe 2-3 ditë në ana javës, po shumicën e rasteve janë vikende. Përveç tjerash, reperi ka publikuar edhe projekte të shumta gjatë këtij viti. Mirë po deri në muajin e 12, Artoni do të lançojë edhe disa klipe. Deri në fund vitit ka më konë edhe 2 tjera shtesë, 2 klipa, 3 këngë. Tash i fundit ke klipi para mëno që ka jetë shumë mirë. Mendoj që ju ka pëlqyer njerëzve dhe në bazë komenteve që kom pa dhe kështu privat që më kanë shkruar. Ka një këngë shumë e mirë dhe në koncerta ku më knu, e kam pritur shumë mirë. Gjatë verës është thënë që reperi shumë shpejt do të bashkojë forcat me dhurata Ametaj për të shënuar bashkëpunimin e parë mes tyre. Nuk e di, për me nuk ka kur gjot konfirmune, por nuk ka as diçka që unë nuk kom dhona në fjalë që kom metor bashkëpunim me dhurata Ametin. Nuk e di, për me s'ka kur gjë. Kanë shkruar mediat, po jo të konfirmuar për me. Një ndër duetet që mori vëmendje këtë verë ishte ajo me Labinot Tahirin, Krejti Falja, që do të ketë një pjesë të dytë. Me Labin kum knu pak me Vija që abëdjone, po këtë tjetrën është vetëm refreni, është Eja jetën për ty, unë e jap është si refren, e kënina unë këna i rëptuar. Do më thonë e zbulua me një farmire për jetë portë të jo. Vëmendje kanë marrë edhe disa lajme që në fokus kishin këngët e tij që nuk kishin origjinale. Shumica e kongve, ose një pjesë e modhe e kongve përngjojnë njëna me tjetërën. Edhe aja kong, ashtë ashtë inspirimin të apës për di. Unë e kom një atë kongë, po kësha thonë ma shumë që përngjona është a pak vetëm fillimi, po nuk është e ngjashme me to, nuk është e vjedhën për asaj kongë. Unë s'kisha thonë kështë, edhe pse vete ku prodhu, po s'tha më është. Përpos që është akuzuar për vjedhje të këngëve, reperi ditëve të fundit ishte pjesë e gazetave roz për veshjen e tij. Gjaketën të cilën e ka ekspozuar është e njëjtë me atë të Kanye West. Se kom kupju, po shumë thjesht e kom bleqe që më ka pëlqy, po tash nuk dita që beshuhin edhe Kanye Westin me qasit njëjtën. Suksesi në muzikë nuk e përjeton edhe në jetën e tij private, që nga fillimi i karrierës e deri më tani nuk është zbuluar asgjë sa i përket historive të dashurisë. Po gjithmona jam jetet pak se enik, ma mirë është me majtë, më ka ma enigmatik për ka jeta private, se vetë edhe fjolla privat për të kalzën që është vetëm private. Edhe nuk kam qka me kalzu për jetën private, se i përket lidhje, ose diçka në lidhje me nej femën, përveç se jetë private me shuk, me punë, kështu. Jo, nuk jam lidhje, një me thonë. Edhe pse nuk është duke përjetuar ndonjë marrëdhënie dashurie, kjo temë do të jetë prezente në këngët që do i sjell këtë vit.